Amma ba'd. Vazhdojmë me serialin e ligjëratave që kanë të bëjnë me virtytet islame, me akhlakin dhe mirësjelljen e Islam. Sot jemi me një cilësi shumë të rëndësishme. Çdo herë kur po vin radha me fol për një cilësi, themi është shumë e rëndësishme. Po nime, do me thonë, është diçka që me pas fol para dje, do me thonë, për modestin shumë e rëndësishme, para asaj shumë e rëndësishme. Po kretë janë të rëndësishme dhe ne normal që nuk kemi me pas mundësi me fol për kretë virtytet, se numri i cilësive të mira është i madh. Unë i zgjedhje ato që mendoj se janë më të rëndësishme. Po s'do me thonë që ato tjera të cilat i kumlon s'janë të rëndësishme, dhe ato janë të rëndësishme, mirë po sipas, do me thonë, atij ijtihadit tim, atij percepcionit tim, do me thonë i zgjedhi temat që mendoj se është mirë mi trajtu. Sot do të folasim për një cilësi e cila në arabisht quhet qanaa. Qanaa me kon i kënaqur. Po përkthehet edhe si vetë mjaftueshmëria e shpirtit. Mos me pas nevojë për kërkan prej krijesave, fjala është. Se për Allahun subhanahu wa taala ne krejt kemi nevojë. A i dini, vëllezër të nderuar, se që kjo cilësi njerin mundet me e bë mret. A do me jetu si mbret? A do me jetu i lumtur? A do me jetu, në me thonë, i pasur në shpirt? A do mos me pas strese? A do mos me pas brenga, telashe? A do mos me pas ngarkesa, depresione? Duhesh me kon i kënaqur me atë që Allahu subhanahu wa taala ta ka caktuar. Kur themi duhesh me kon i kënaqur me atë që e ke, kjo nuk është një nxitje për dembelizëm. Nuk është qëllimi mu bo dëmbel. Mi thon dikuj, pse veti s'punon? Allah, unë jam i kënaqur me atë që e kam. Jo, nuk është fjala për këtë. Puna është njeri, se cili njeri jep maksimumin e vetë. Se cili munohet me punu, me fitu, qoftë në punë të dunjas, qoftë punë të ahiretit. Mira, mo jo çdo herë ti e mrin atë që e kisinu. Ka shumë njerëz punojnë shumë, fitojnë pak. Ka njerëz tjerë punojnë pak, fitojnë shumë. Kjo është çështje riskut. Kjo është çështje riskut. Pasi që ti ta japsh këtë kontributin tënd. Pasi që, do me thonë, ti bëjsh krejt sebepet, mas kësaj, nëse nuk e kemi që këtë virtyt të ahlakit të muslimanit, do me thonë, kemi me jetu edhe kemi mu lodh shumë në jetën e kësaj bote. Edhe njerë po thëmë, nëse do me pas një rehatin jetë, një lumturi, një gjëtësi, larkë, do me thonë, hasedit, mlefit, depresionit, stresit, do me thonë, ngushtësisë së shpirtit. Atër duhet me pas edhe mu mundu me përvecu këtë cilësi. Se këto cilësi të nderuar vëllezër, ne duhet mi përvecu nëse nuk i kemi. Nuk thot dikush, unë jam i ti, jo, s'ka. Edhe e kam thonë prej fillimit se cilësit e mira ne mujna mi përvecu. Nëse nuk mundesh mi përvecu qashtet, mirë po mundesh mi përvecu nëse do. Duke ndryshu mendjen, zemrën dhe praktikën tënde. Duke ndryshu shprehit e tuja, duke ndryshu bindjen tënde, duke e forcu besimit tënde, kështu me radhë. E tash, pra flasim për një cilësi e cila është një virtyt i madh i moralit të Islamit dhe një sjellje fisnike, e cila kur njeriu e përvetson që ketë vetë mjaftueshmërinë e shpirtit, kur njeriu e përvetson, zemra i qetësohet, shpirti rehatohet, mendja i gjen paqe dhe gjymtyrët e tij ruhen nga harami. Pra, ky virtyt është nga morali i pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Është një shenjë dalluese e të devotshmeve dhe një cilësi e njerëzve të shpëtimit dhe të suksesit. Pra, ky quhet virtyti i vetëmjaftueshmërisë së shpirtit. Shumë kemi nevojë për këtë vetëmjaftueshmëri të shpirtit. Kemi nevojë për qenë të kënaqur me atë që ka caktuar Allahu, sidomos në një kohë kur njerëzit janë bërë të pangopur mas kësaj bote. Tash është, domethënë, çdo herë ka qenë
Në më thonë problem kjo puna e vetëmjaftueshmërisë. Mira më tash që shi ka hapë dunjonja dirët për para njerëzve. Dirët e luksit, dirët e knatësive, dirët e ushqimeve, dirët e veshjeve, dirët e shtrojeve, shtëpive, në me thonë veturave. Që shi ka hapë dunjonja tash. Në thonë, kjo për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas dro shumë për neve. Ka thonë, unë nuk tutna për ju, ka thonë pëse, mel faqra akhsha alejkum, stutna unë se kini me qenë varfër. Ka thonë, po tutna se ka me vahap dyrë dënjoja, edhe kini me fillu me bon gara për dënjo, edhe do të shkatroheni ashtu si që shkatrohen ata që ishin para jush. Se kur hin lufta, smira, hasedi, pangopsia mes njerëzve, atëre kjo sjell masën e fatkeqësi dhe probleme të ndryshme. Pra, kjo cilësi në këtë kohë ka shumë njerëz që janë bërë të pangopur, janë zhitur në epshe dhe dëshirat e tyre. Në një kohë kur pa knatësia, ankesat dhe streset janë shtuar, ndërsa knatësia me ndarjen dhe përcaktimin e Zotit të botëve është dobësuar. Mirë, a nuk është lakmia dhe pangopsia ajo që e ka zhdukur këtë cilësi, këtë virtyt të morali që quhet vetëmjaftueshmëri e shpirtit? A nuk janë shoqërit që digjen nga zjarri i smirës, hasedit, urrejtjes, armiqësisë, pikërisht për shkak të mungesës së vetëmjaftueshmërisë? A nuk janë përplasjet, konflikte dhe vjedhjet të ne, për shembull, është bo normale vjedhja. A i keni po dikush si ta merr një post, zakonisht postet e mëdhaja politike. Edhe mos me vjedh, njerëzit nuk e konsiderojnë normal. A i dini pse? Pse është kriju kultura e pangopsisë mes njerëz. Edhe është bo normal, do me thonë me vjedh. Me thonë, që ishbe ka post qatë post edhe nuk është bo milioner. Nuk është bo milioner. Sigur mos me konë, me thonë rregull. E tash, për kuptimin e kësaj cilësie, që ne duhet të përpiqemi të përvetësojmë, edhe po them vallai, kur e lexojsha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ta këshiris ç'ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ta këshiris çfarë fjalë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çeket, me të vërtet nëse do me konë rahat, se jeta e kësaj bote mos me pas këtë cilësi, është shumë e rëndë, është e vështirë, është me ngarkesa, pse se njerëzit kanë strese të ndryshme, kanë urrëtie, kanë zili, kanë pangopsi, kanë dëshira, kanë qef, do me thonë, me pas gjithçka që shohin. Dhe kjo i bën që ata ta harrojnë ata që e kanë. Shumë për njerëzve kanë një standard mesatar. E kanë një standard të mesatar të gjendjes materiale. Mirë, po nuk e shijojnë as 1%. A i dini pse? Pse janë të pangopur. Shumë të varfër ndoshta ja ndrojnë ato që e kije ti. Ëndra kanë që me arritat standardin tënd. Mirë, po ti nuk ja di vlerën atë. A dini pse nuk ja di vlerën njerëzit? Nuk ja din që kësaj vlerën për arsye se, domethënë, nuk e kanë që këtë virtyt të vetëmjaftueshmërisë së shpirtit. E tash ta shohim çka kanë thënë dietarët, çka është kjo vetëmjaftueshmëria e shpirtit. Thotë, vetëmjaftueshmëria është të jesh i kënaqur me atë që Allahu ta ka dhënë, ta ka caktuar dhe e ka ndarë për ti. Kjo është mendimi i parë. Këtë mendim e parafrasisht çat njëjtin kuptim. Tjetri thotë vetëmjaftueshmëria është të ndihesh i pasur me atë që e ke dhe të mos dëshirosh atë që të mungon. Atë që të mungon. E treta, vetëmjaftueshmëria është të mjaftohesh me atë që është halal dhe është e pastër. Dhe mos të shkojë mendja dhe mos ta lakmojsh atë që është haram. Atë që është haram. Ka disa për shembull vetëm pse është haram diçka, do të thonë mendja atyrri. Ai do të shkojë shumë gjendjen e mirë ka. Ka, do të thonë, idare si thënë. Mira më mendja e rrit ajo që është haram. E ti nuk je i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, nëse mendën e kite me arrit atë që është haram. Dhe e fundit, më thonë që e ka shpjeguar dietar, thonë vetëmjaftueshmëria e shpirtit është mbushja e zemrës me kënaqësi dhe largimi nga pakënaqësia dhe ankesat. A keni pa vetë dikush? Më thonë, kur një herë nuk e gjen të kënaqur. Më thonë,
vetëm ankohet. Edhe kujt i ankohet? I ankohet krijesa. Prej kujt i ankohet? Prej Allahut. Prej Allahut. Pra shkon te krijesë, veç me kohën e kundërta, se njeri ku ankohet? Njeri ankohet vetëm te Allah. Për çfarë do lloj problemi, më thonë që ka njeri duhet me kohën i lidh me Allahun subhanahu wa taala dhe problemet që ti shkaktojnë njerëzit i dush me anku Allahut. Ama ata të cilët nuk e kanë që këtë virtyt të moralit, ata janë kohën njerëzve prej Allahut. Dije sigur që Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë atij sa ai në thojza meriton. E kundërta, kjo shumë cilësi e keq. Dash, sa i përket vlerës së vetë mjaftueshmërisë. Mirë, çka na ndihmon që ta kemi që këtë cilësi? Të jemi të kënaqur me ato që e kemi. Të jemi të kënaqur me halalin dhe të mos i kemi shirë të harami. Vetë mjaftueshmëria është ilaç, është shërim. Është shërim nga smundja e lakmisë. Ka njerëz çaq lakmitar janë. Çaq lakmitar. Arabisht i thënë tamma dhe fjala tamaqar që e përdorim në shqiptar, është prej arabishtës. Do të thonë, tamaqar përdoret për koprallcin, sjep, ama tamma është ai i cili shumë lakmon. Kur lakmia, do të thonë, tërbohet tek njeriu, çfarë thon tërbohet? S'ka kufi. Kur lakmia nuk ka kufi, do të thonë, lakmon shumë dhe del prej kontrollit, kjo e shkatron njerin. Kjo e çon vrasje, edhe vrasje çon lakmia. Në vjedhje çon lakmia. Në punë të këqija çon lakmia. E tash, çka është ilaçi i kësaj? Është me qenë i kënaqur me ata që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ilaçi, domethënë i kësaj smundje, lakmia e tepruar është smundje. Gjithashtu ilaç vetë mjaftueshmëria e shpirtit, përveç që është ilaç dhe shërim nga smundja e lakmisë, është gjithashtu edhe pangopsis, është një shërim nga brenga dhe shqetësimet, një shërim nga urrëtia dhe smira, një shërim nga grabitja e pasurive dhe shkelja e të drejtave të tjerëve. Kush nuk e ka vetëm mjaftueshmërinë, ai bëhet gjithnjë më i pakënaqur dhe më i shqetësuar, duke u privuar nga kënaqësia me atë që Allahu i ka dhënë. Në këtë gjendje, as ushqimi që e ngop nuk e kënaq, as rrobat që e mbulojnë, as mjeti që e bardh, e as shtëpia që e strehon. Asgjën, si ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, asgjën nuk e mbush barkun e birit, do të thonë të Ademit përveç dheut. Si ka thonë pejgamberi, biri i Ademit mi pas di lugina me ari, di lugina. Është më thonë me pas një luginë me ari, luginë e madhe. Do të thonë me pas me tonelata që shtetat nuk e kanë. Mi pas di lugina me ari, kishte me dëshiru, do me thonë, me pas të tretën. Dhe asgjë nuk e ngo birin Ademit përveç dheut. Veç dheu që mundet mja zonë frimën edhe me ngop. Dheu, veç. Se dhe ka me bollëk. Ose, do me thonë, përfundimi i jetës së tij. Thonë, ky njeri kërkon pasuri kudo, duke mos bërë dallim mes halalit dhe haramit, madje ndoshta e gjithë pasuria e tij është ndaluar sepse nuk kënaqet me ata që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çka ka thonë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Që do me thonë, ka shpëtuar ai që është bërë muslim, që ka pranuar Islamin. Se kushti i parë kemi thonë është besim, Islam. Ka shpëtuar ai që është bërë musliman, që të cilit i është dhënë furnizimi mjaftueshëm dhe që e ka bërë Allahu të kënaqur me atë që i ka dhënë. Nëse njeri ka këto tre cilësi, është i shpëtuar në dunjë dhe në ahiret. Domethënë, e ke pranuar Islamin, ki risk për nevojat e tuaja elementare. Dhe të ka bëu Allahu subhanahu wa taala të kënaqur me atë që ta ka ndap ti, që kia është mbreti, në më thonë që kia është mbreti i dunjos. Kënë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, ka thonë, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, muafan fi jasadi, indahu qutu yawmihi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Që do me thonë, kush prej jush e nis ditën, do me thonë kthehet i sigurt në familjen e tij, ka siguri. Në më thonë se po vjen dikush e po të sulmon, e po ta merr jetën, sikur se ka vende për shkak ku s'ka siguri.
më thonë, s'ka siguri në për shumë shtete të botës, ose për shkak luftrave, ose për shkak për hapjes së krimit. Ka vende për shembull ti smundesh me lëshu fëmijën me shku vetë në shkollë. Ka vende për shembull ti shumë rrezik, s'ka siguri. Se këshire, pas siguri ti smundesh me jetu rahat. Domethënë, kush e ka përjetu momentet luftës, kur se diti pika mundet me tar, domethënë ajo nuk ka rahatlëk tjetër, smundesh me jetu normal nëse nuk ka siguri. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush prej jush gdhihet, domethënë fillon ditën apo, i sigurt në familjen e tij, i shëndetshëm në trupin e tij, cilësia e ditë. Domethënë një ki siguri, e dita ki shnet. Kur qohësh nuk dhem trupit dikon, nuk rënkan, nuk je, domethënë, tash ne kret ndonjëherë na kapin smuje, mirë po ka smuje kronike. Ka smuje të cilat nuk largohen. Edhe ki e siguri, ki e shnet dhe e ki e ushqimin, thot pejgamberi sa e ke ushqimin e ditës. Për çat ditë, domethënë ki me hangër dhe me pi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është sikur ti e dhënë e gjithë dunjaja. Sikur se këshire ti ai që i ka për shembull që ka milionat ose bilionat që i ka, çka ka me bëj? A dhe mundet me hangret pasurinë e tij për një ditë? Ja, s'mundet, për një muaj s'mundet. Këto që kanë shumë pasuri, njerëzit e pasur shumë. Ata çka munden prej asaj pasurisë? Ata munden me bën veç në luks, domethënë që nuk është e domosdoshme për me jetu njeri. Për ndryshe atë pasuri. Kur ta këshirish, domethënë nevoja e njerit është me pas me hangër çat ditë. Kush i ka që këto, që kjo është domethënë mreti i dunjos. E tash, çka na parashtrohet pyetja? Çka na ndihmon neve për me arritje këtë cilësi? Parashtrohet se kjo është esenca. Më thonë, kjo është esenca. Qysh me arrit deri te ky virtyt? Më thonë, që është pjesë e ahlakit ose mirësjelljes islam. E para, më thonë, janë disa gjëra që i kanë porosit dietarët. E para është besimi i palëkundur se Allahu subhanahu wa taala është furnizuesi. Thot Allahu subhanahu, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Do sa ne këtë përsëritim, ama sa jemi të bindur për ne që furnizimin kush e cakton? A e cakton mundit apo e cakton Allah? A e cakton punëdhënësit apo e cakton Allah? A e cakton njoftësia jote apo e cakton Allah? A e cakton pushtetari apo e cakton ai që është Allah? Sa je i bindur në këtë? Sa jemi të bindur në këtë? E para, ti për mu bë rahat vëlla, ti duhesh domethënë thellë në zemrën tënde me besu se Allahu subhanahu wa taala është furnizuesi i fuqishmi, i palëkundur, si ka thonë Allahu subhanahu wa taala në surën Dhariyat ajeti 58. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Me të vërtet Allahu është furnizuesi i fuqishmi, i palëkunduri. Është një dietar Amr bin Abdul Qais, domethënë dietarëve të vjetër, i cili thotë kështu. Është shumë interesant, këtë motë e kam pas përkthyer dhe kam pas publikuar në rrjetet sociale. Ai thotë kështu: 4 ajete janë në librin e Zotit. Nëse i lexoj në mbrëmje, nuk brengosem se në gjendje do të ngrysem, do ta mrinj akşamin. Domethënë janë 4 ajete. Nëse i lexoj mëngjes, nuk mërzitem çish kam me mri akşami, dhe e kundërta, nëse i lexoj në mbrëmje, fare nuk mërzitem se si kam me mçel sabahi. Cilat janë këto 4 ajete? Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Fatir, ajeti 2. Begati që Allahu a jep njerëzve nga mëshira e tij, nuk mund t'i pengoj askush, ndërsa atë që ai e pengon, që Allahu e pengon, askush nuk mundet me dhën përveç atij. Allahu është i plot fuqishmi dhe i urtë. Këtë ajet. Domethënë, ato që ta jep Allahu kurkush s'mundet me nal. Ato që s'ta jep Allahu kurkush s'mundet me ta dhën. Kjo është me fjalët e mia, me thon, domethënë kuptimin e ajetit. Thotë unë për ditë e lexoj. Kur ta lexoj në sabah, edhe di mos më intereson, domethënë se në çfarë gjendje do të më arri akşami. Ajeti i dytë është ajeti Hud 107. Nëse ai, pra Allahu, do të bëj ndonjë të mirë, s'ka kush që të pengoj mirësinë e tij. Ai ja jep atë mirësi kujt doje prej robërve të tij. Ajeti i tretë. Dhe nuk ka asnjë gjallëes në tokë përveç se Allahu ja jep rrezikun atij. Dhe ajeti i katërt,
Allahu do të sjellë lehtësim pas vështirësisë. Thot kur i lexoj unë këto ajete, u krima puna. Unë jam rahat, jam i qetë. Kjo është e para, bindja e plot se risku është në dorë të Allahut. Këtë e themi të gjithë. Mirë po, ka dallim midis fjalëve të gojës dhe bindjes së zemrës. Ne duhet me qenë shumë të bindur, se nuk e kemi rini risk të caktuar. Sa kam be vëllai shkrume për ti. U kri puna kjo. Edhe rahato, mos e angazho trunin, non stop me atë që s'ke mujt me emri. E dyta çka është? Me kujtu se kjo dunja nuk i ka mbet askujt. Edhe kjo dunja shkon drejt për zhdukjes, nuk shkon drejt rritjes. Ku janë njerëzit e pasur që kanë pas shumë pasuri? Ku janë? Çka kanë marrë me vete? Ku janë milionerat, ku janë miliarderat, ku janë njerëzit që se din sa ari kanë pas, sa qipa me flori kanë pas? Ku janë ato? Çka kanë marrë? Pra ti duhesh me kuptu se, ose merre lejnë të kalumen, jo vetëm të kalumen. Për shembull, ti a shkon drejt përfundimit, apo shkon drejt amshueshmërisë? Jeta e kësaj bote shkon drejt përfundimit. Çdo ditë që kalon ti një hap më afër varrit je. E tash, fakti që kjo pasuria nuk është diçka që ne përgjithmonë do ta kemi, ti nuk duhesh me lidh lumturinë, rahatin dhe qetësinë tënde me këtë pasuri. E treta, duhet me shiku njeriu atë që është më keq se ai në çështjet e dunjas. Nëse do me pa ti që sheki situatën, këshira ato që është më keq se ti. Këshira ato që është në gjendje më të rëndë se ti. Kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për dunja këshira ato që është më ulët se ti. Se ti kur ta krahasosh veten me ato që është më keq, ti ke me thonë elhamdulillah o Allah, që unë nuk e kam këtë problem. Unë çona në sabah dhe kam për me shku me ble bukë. Unë kam për me streh mbi kokë se dikush jeton rrugëve, breth rrugëve. O Zot, unë kam tesha që më mbulojnë trupin. Se të mirat nuk mujna ne me shiju nëse syti kemi të lukset e të pasurve. Pra ti nëse vazhdimisht që ke të këshirë, ti thu, elhamdulillah, unë jam shumë mirë. Ka shumë ma ketë se une. Ka shumë në një gjendje ma të rëndë. E katërta, me eduku shpirtin që me qenë mesatar edhe në situatat të komoditetit dhe bollëkit. Se këshire, dunjaja varian. Dunjaja është val. Sot ki pasuri, ama mos e lazdro shumë nefsin tanë, se nesër mundesh mos me pas pasuri, edhe nuk ki me mujt me adaptu nefsin tanë kur mos kesh. Ka dikush për shembull një periudhë tjetës vetë, nështë ai ka punë të mirë, ka punën e mirë, ka risk, mirë, po për një herë ndryshon situata. Situata ndryshon. Kur kujt nuk i shkon situata këtë më një vi. E tash ti kur të mësohesh me bollëk, mase ne s'munesh me adaptu veten në skamje. Për çat edhe nëse ki e shumë, banu mesatar. Edhe nëse ki e shumë. Këshire, ka thonë është një hadith, subhanallah, shumë interesant, që tash mu kujtu, që se kam përmbledh këtu në këtë konceptin që e kam bë për virtytin e mjaftueshmërisë së shpirtit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka pas zanat, ju ka thonë sahabëve, ka thonë hecni dënjer kam zbafër. Edhe shijojeni vrazhdësinë e tokës, se nimetet begatit nuk janë për sa herë. Hadithësh. Ka thonë ikhshawshinu fa inna an-ni'ama la tadum. Shijojeni vrazhdësinë. Do të thonë është mirë dënjerë me pasë qysh mos me pas. Është mirë. Do të thonë për arsye se njeri haron të mirat, se të mirat kur bën për ditë çosh, për ditë ki me hangër, për ditë ki e kushtet mira, edhe vaharon vlerën këtyre të mirave. E njeri duhet me konë mesatar, dhe kur e ka gjendjen financiare të mirë, nuk ban, me aqel ato dyrt, e luksit normal, njeri dhe tjetoje si pas standard, këtë një standard në smina me jetu. Sa i ki cergën, qa që kemi shtri,
Kamt, mirë po jo duke ja hap vetës dirët e luksit. Duhet me majt një mesatari, duhet me dit një metin, duhet mos me gjujt ushqimin e tepër, duhet me pas, duhet me thonë një lloj kufini. Kjo të ndihmon në arritjen e cilësisë së vetë mjaftueshmërisë së shpirtit ose të kënaqurit me ato që e posedon. Besimi e pesta, çka na ndihmon për me arrit këtë cilësi. Besimi se Allahu subhanahu wa taala ka bën dallueshmërinë në risk mes njerëzve për shkak të urtësisë së tij. Allahu subhanahu wa taala dika ne ka bën fukara, dika ne ka bën të pasur. Mirë pa Allahu e di pse dika ne ka bën të varfër, e di shumë mirë ai. Ndoshta ti me pas pasuri bamvaki Zoti na rujt ku me ditë ku kishe përfundu. Për çat, domethënë ka edhe rivajete me këtë kuptim se Allahu e ka pa çka është mas mirë ti për dikan. Për dikan është mas mirë ti me koni pasur, me pas kon fukara bamvaki kish dal pi feje. Për dikan është më mirë me kon fukara, se me pas koni pasur e kundërta. Me pas koni pasur, Zoti e di sa dirë për dirëve të haramit i kish hap, edhe kish përfunduar në xhehenem. Pra Allahu subhanahu wa taala njerëzve nuk i ka thonë, domethënë ka bë dallim në rrezik. Dikujt i ka dhon pak, dikujt shumë, dikujt shnet, dikujt si ka dhon shnet, i ka dhon pasuri, dikujt raporte, dikujt domethënë qetësitë shpirtit e kështu me radhë. Domethënë rreziku është në forma të ndryshme. Dikujt i ka dhon dituri, dikujt i ka dhon dituri, dikujt i ka dhon hieshi. Këtë i ka dalluar njerëzit. Dhe këtë Allahu subhanahu wa taala e ka bën sipas urtësisë së tij, sipas kaderit të tij, dhe kaderi është sekreti, besimin e kaderit është sekreti. Besimin e sekretin Allahu subhanahu wa taala. E gjashta, me kuptu se edhe fukarallëku, edhe domethënë pasunia janë sprova prej Allahut. Allahu dikan e ka sprovu duke i dhënë, dikan e ka sprovu duke mos i dhënë. Ti dush me kalu kufin, atë provimin, dush me kalu provimin. Dikush nuk bën sabër ndoshta në pasuri. Mbollëk bëhet i keq. Pra Allahu subhanahu pasuria dhe varfëria shpeshherë njerëzit mendojnë se pse ka, mendojnë se është i mirë. Jo. Nuk ka lidhje kjo. Pse të ka dhënë Allahu ndoshta Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë pasuri mirë, po kjo pasuri ti nuk e ke kalu provimin. Faktikisht s'ja ki ditë shiqirin, s'ja ki dhënë hakun, ki bon zullum, ki bon këqia, ki bon se ki falendëruar Allahun subhanahu wa taala, edhe se ki kalu provimin edhe që e mirë që ta ka thonë Allahu subhanahu wa taala bën sebeb me shku në xhehenem, Zoti na ruaj. Thotë është një ajet kuranor, ka thonë Allahu subhanahu wa taala se nastadrijuhum min haythu la ya'lamun, kena mi përshkallëzuar nga se kuptojnë ata për disa njerëz. Çfarë më thon kjo ajet? Do t'i përshkallëzojmë në xhehenem prej nga nuk e kuptojnë ata. Thot Sufjan e Thauri, Allahu e mëshiroft, duke ju dhënë nimete. Allahu t'jep ti bën gjuna, Allahu t'jep ti vazhdon me gjuna, Allahu t'jep ti vazhdon me gjunahe, dhe kjo është, domethënë, ai përshkallëzimi që të çon në xhehenem. Pra edhe pasuria, edhe fukarallëku janë sprova. Dikush në fukarallëk duhet me bën sabër, në pasuri duhet me falendëruar, me qenë mirënjohës. Ki e pasuri, duhet me kon mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala. E shtata, nëse dëshirojmë që të përvetsojmë këtë cilësi shumë të rëndësishme, pra vetë mjaftueshmërinë e shpirtit që arabisht quhet qanaa, është të përpiqemi të ndjekim shembullin e pejgamberit dhe shokëve të tij dhe muslimanëve të devotshëm. Shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve të devotshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çeni çfarë duaje ka bën. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndoshta gjithash për modestin, imami i kësaj cilësi. Këtë punët e mira, cilësitë e mira, shembulltyra më e mirë që mundesh me gjetë në historinë njerëzore është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këshire në këtë cilësi si është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një prej duave që e ka bërë shpesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, kërkoj mbrojtje te ti nga dituria që s'bën dobi. Dituri që nuk bën dobi. Nështë atë di shumë mesele, për me ditë po, ama më punë kërkun nuk i e, s'ban kur një çfarë do bie, kjo është. Pas e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa min qalbin la yakhsha, dhe nga zemra që nuk tutet ti o Zot. Wa min nafsin la yashba, dhe nga një nefs, nga një epsh, domethënë që nuk ngopet.
nga një nefs që nuk ngopet. Wa min du'ain la yusma, dhe nga një lutje që ti nuk e pranon o Zot. Rujem. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Aisha radiallahu anha ka përcenin 2 muaj. Unë se dina për derë se kur isha më i ri përpara se me kri fakultetin, e kam dëgju, kalonin, ndoshta ka dhe hadithe të tilla, mirë po Aisha radiallahu anha, unë e kam dëgju se 1 muaj ka kalu pa u ndez zjarri me përgatitur ushqim në shtëpinë e pejgamberit. Aisha radiallahu anha thot kalonin 2 muaj dhe zjarri nuk u ndeste në shtëpinë tonë. Për me përgatitur ushqim. Edhe i thënë Aishës radiallahu anha, po çish jetonit? Thot me hurma dhe me ujë veç. Edhe ata jo me pas sa dush ti hurma, e merr 1 kilo hurma ha. Më thon nga me hangër pak hurma, 3-4 hurma u kri muhabeti. Sa i përket shtratit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, transmeton Buhariu në Sahihun e tij, i cili thot se shtrati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte prej lëkure të rregjur dhe mbushur me, lëvore të trungut të hurmës, palmës. Edhe tash, është një rast me Omerin radiallahu anhu. Një rast, shkon Omeri radiallahu anhu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai tregon kështu, tregon rastin. Gjithashtu është kjo, prej rasteve sahiha, në Sahih Muslim është. Thot Omeri radiallahu anhu, hirat e i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai ishte i shtrirë mbi Hasër. Kjo është në Medinë, në Medinë ku veç muslimanë më forcohen, kanë pas pasuri, kanë pas ushtri, kanë pas shtet, po folin për një lider i cili e ka udhëheq një shtet. Thot i shtri pejgamberin në Hasër, u ula pranë tij dhe ai e afroi mbulesën e tij mbi vete e nuk kishte asgjë tjetër mbi trup. Hasra kishte lënë gjurmë në trupin e tij, në anën e trupit të tij. Pastaj hodha vështrim në dhomën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pash një grusht elb. Dhe një sasi me një farbime ka qenë, që e ka pas emrin Qurreth. E pash do gjethe në një grusht elb dhe do gjethe në një cep të dhomës. Po ashtu pash një lëkurë të papërpunuar të varër. Edhe më njerë, Omeri radiallahu hin atje dhe shef kur gjohë, një Hasër veç është tripin sa me pushu. Ja ka pri, kalon gjurma, dhe si bëhet kur flensh fort dikun, do ketë ajo Hasra ju është vizatu për Omeri sallallahu në lëkurën e tij. Omeri radiallahu anhu ja nis me qajt. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, çfarë të bën të qash o biri Hatabit, ibn al-Khattab? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, si të mos qaj kur e shoh këtë Hasër që kalon gjurmë në trupin tënd, ndërsa në dhomën tënde nuk shoh gjë tjetër përveç asaj që jam të e pa. Ndërkohë që Kisra, mbreti i Persis, dhe Cezari, mbreti i Bizantit, jetojnë mes të mirave, fruteve, ujve, burimeve, ndërsa ti je i dërguari i Allahut, më i zgjedhur i njerëzimit. Dhe ke vetëm që ke çka po e shoh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o biri Hatabit, ibn al-Khattab, a nuk je i kënaqur që për ne të jetë ahireti e për ata të jetë kjo dunjaja? Si ka bëu përshtypje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk i ka bëu përshtypje as pak, sa ky shmujt me thonë, këshire, unë jam ki që jam, që e dini ju. Unë duhet kushtet me i pas më të mira. Jo, si ka bëu përshtypje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një dobi shumë e rëndësishme edhe me këtë po e përfundoj se du ta përfundoj ti ka përcej disa gjëra, është se mjaftueshmëria e shpirtit të nderuar vëllezër, të qenit i kënaqur me ata që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, e shëron sëmundjen e lakmis, siç e përmenda, dhe lipjes. Mos mu bon lipsar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka eduku sahabët që mos me li për njerëzve shërbime. Jo për kërkujna hiç. Për çfarë thot Abdullah ibn Abbas, isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hipur në mbi kalë ose mbi deve, hipur mbas pejgamberit. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o djalosh, a do me ti mësu do fjalë?
idha sa'alta fas'alillah. Kur të lipish diçka, lip prej Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kur të kërkosh ndihmë prej dikujt, kërkon ndihmë prej Allahut. Edhe sahabët i kishte eduku pejgamberi sa çashtu që i kishte bë tërbije kur u thonin, në thonë disa u thonin hipur mbi deve, disa në kamp, se s'kan pas kret, por që kanë u thu për me shku me bonaj luft dikun, kanë u thu me javë, me muaj. Edhe kur kanë u thu, ndonjani që ka qenë hipur mbi deve i ka ra shkopi. Nuk i ka thonë atij që ka qenë poshtë, a ka mundësi bë ngatma çat shkopin. A dini pse? Se i ka pejgamberi sa mi ka eduku sahabët mos me lip kur gjon prej kërkuina. Që kjo është me koni, do të thonë, nuk është ndalume, lirisht mundesh mi thonë, bërma veç, nuk është ndalume. Mira, më çashtu kanë qenë sahabët, do të thonë e kanë ndjek shembullin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që për kërkuina nuk kanë lip kur gjon. Edhe njëri prej sahabeve, edhe me këtë e përfundoj. Edhe njëri prej sahabeve i quajtur Hakim ibn Hizam. Kur e ka pranu islamin, ka shku i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a mundesh me më dhanë prej plaçkës, me më dhanë, me thonë prej asaj që kanë fitu musliman në luftë. Pejgamberi mi ka dhanë. Ka thonë, a mundesh me hala me më dhanë. Pejgamberi mi ka dhanë. Se për me dhanë ka dhanë, pejgamberi, që ka pas kreti ka dhanë. Ka pas raste, e kanë marrë, do me thonë, e kanë fitu betejen edhe ka ardhur një beduin mushrik, pejgamberi mi ka thonë, e shef çto dhënë që kanë midis di kodrave. Krejt ujat janë meri, me qindra dhe. Ajo ka pasuria, do me thonë, i kiq ato, ti i pasër. Më njëherë e ka bo prej kur gjaj që s'ka pas, e ka bo të pasër pejgamberi. Edhe ki Hakim ibn Hizam i thot, qatë shumë dha pejgamberi sa që kur e pa që unë sulala, më tha, o Hakim, a di qka, nëse ti lipën, s'ki me pas bereqet, kur vazhdimisht si ti kje, dhe me thonë të lipja e pasurisë. A nëse të vjen, pa e kërku, atëhere Allahu ka me beku ata. Edhe thot Hakimi, i thash ja Resulallah, pasha Allah, kur mo, kërkan, s'ka mi lip, kërkujt kur gjo. Edhe ka vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hakimi ka pas, në më thonë ka jetu gjatë, në kohën e Bubekrit, në kohën e Omerit, ka shku e Bubekri, ka thonë kjo, se i kanë pa, masi që kanë mbledh pasuri, kanë do njerëzve nevojtarë, se ka qenë nevojtarë, s'ka pranu me marë pasuri. Kanë desht mi dhonë kohën e Omerit radiallahu anhu, s'ka pranu me dhonë. Kështu ka dhe raste të shumta të sahabeve të cilët, në thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësu që mos me lip, mos me koni mvarë, mos me koni mvarë, po me koni knaqër më atë që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhonë njerët. Prandaj, lusim Allahun e madhruar që sa do pak na bëjnë për atyre që mundohen të përvecojnë këto virtytet e larta. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.